Mirëmbrëma dhe përshëndetje të nderuar dëgjues dhe shikues të rrëtis ngado që na dëgjoni dhe ngado që na shikoni. Përshëndesemi me përshëndetjen islame. Selamun alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Do të jemi së bashku për një orë të plotë me emisionin Ta njohim të vërtetën me profesor doktor Shevçet Krasniqi. Padyshim që pjesë e këtij emisioni jeni edhe ju duke u bërë pjesë përmes linjës telefonike në 046220022. Selamun alaikum isër. Aleikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Mirë se gjej. Atëherë sot në kanë ardhur disa pyetje rreth borxhet e kredisë, kështu që po fillojmë me një mesazh të parë përderisa të presim telefonatën e radhës. Thotë, a ka mundësi hoxha më na shpjegoj çështjen e borxhit kur nuk mundet me la një musliman ose një muslimane? Këtë rast ata e zën vdekja, por ka qenë i përpikt në fe. A ka ndonjë problem për jetën e tij apo të saj në ahiret? Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahun e madhruar falenderojmë, salavat dhe selam pejgamberit të bekuar e dërgojmë familjes e tij, shokëve të tij dhe të gjithë atyre muslimanëve dhe muslimaneve të cilët kanë ndjekur dhe kanë pasuar rrugën e atij burri të madh derisa të kësaj dite dhe ata të cilët vinë pas nesh deri në kiamet. Pastaj borxhi si borxh. Fillimisht është i preferuar, është punë shumë e livdueshme me gjindë njerëzve. Sa që ka në hadith, mi dhanë dikuj 2 herë borxh, është se mja fal 1 herë. Kjo për faktin se njeriu lëmosh sadaka, lyp kur është nevojë, kur është në nevojë dhe kur nuk është në nevojë. Kur ka nevojë, kur s'ka nevojë. Ndërsa njeriu borxh nuk lyp pa pas nevojë. E i bie me shleru njeriu 1 herë, me shleru prap 2 herë. Çlerimi njerëzve, me shleru njerëzit, mi au pezullu një barë, një ngarkesë, mi au hap një rrugë, është për ibadeteve më të dashura te Allahu. Është për punëve më të dashura te Allahu. Është për cilësive të pareve, veçorive me të cilat është dalluar feja jonë, me të cilat janë dalluar dhe duhet të dallohen muslimanët prej të tjerëve. Muslimani duhet të edukohet të bëj pjesë të etikës dhe jo vetëm kaq, por të psikologjisë, madje edhe të shpirtit e të dinit, sepse fundja pjesë e dinit të ndihmuarit e të tjerëve. Në formën e mundësinë që ka prezente, që ka të mundshme. Kush me leke, kush me këshilla, kush me çka do qoftë. Me dalë vëllau të krah, me shliru vëllaun. Dhe hadith për të të shumëta, po shumëta në hadithet. Për përmendi këte, sepse jena në një zaman ku të në vlerat vëllajen, këto vlera shumë të shtrajta. Jetojnë në një zaman në një ku fatkeqësisht çdo kush që të afron një ndihmë apo që i kërkon prej dikujt ndihmë, më njëherë para se me ta shtri dorën ndihmës, paraprakisht mendon e unë çfarë përfitoj. E çka më intereson e minimum këtina. Edhe më rëndë se kjo, e sheh që njeriu ka nevojë dhe ti ke mundësi me ndihmu. Nuk i ndihmon. Dësa keq që bje para Zotit. Që shbohet njërim për shetë që ka nevojë, nuk është nevojë të fizike se fjala vijen në ndeshje komunikacionit. Nëse bën dikuj ndeshje komunikacionit, nale njerëzve njëherë. Mja dhon ndihmën e parë. E që është shumë e mirë.
Po nuk janë nevojat vetëm fizike, për quajmë këtë ndihmë fizike me dhanë. Janë nevojat psiqike, që nuk alshën udhën këtyne. Njeriu ka hallë, ka dertë, nuk din ka jaman. Vesh me kap kryt në dorë, që sot popullë me dalë me hupë. Ati ki mundësi me ndihmu njeriut. Me dy fjalë, me një këshill, me një udhëtim tanë me shku deri te miku i vetë, te këqijeve, te vëllai te mështeria, te tjerë. Ose deri te borxhi. Tha njeriut, mi dhanë borxhin sanit. Kështu që nëse kuptojmë këto dhe shumë argumente tjera, atëherë kuptojmë se sa e rëndësishme është mi dhanë njeriut borxh. Dhe pse ligjvënësi e ka vlerësuar dhënien borxh 2 herë një personi, sikurse barazime m'ia fal një herë krejt. E që është mi dhanë sadak lëmbosh. Tani, ai që lyp borxh, ky që jep borxh do të më dhanë pa asnjë interes. Interesi është brenda, nuk ka nevojë me cek, sepse kur jep dikujt atë diçka borxh, çka i bie? I bie se ke ndihmu njeriut. I bie se ke përfitu zemrën. I bie se nëse ka pasë ndonjë paragjykim ndaj teje, ja ke hekat paragjykim. I bie se ai e ndjen veten borxh ndaj teje, pa e kërku ti, nëse ka një rrezilluk. Thot filani mu ka gjind, filan kohë, para 30 viteve, dhe nuk ja harroj. Kjo për dynja, e për ahiret. Drejgjët naltë të Allahu. Për ata Allah ka përmendur në Kur'an borxhin. U me yuqridu Allahu qardan hasanan. Ka përmend borxhin Allahu në Kur'an dhe në mënyrë figurative ka thujt me dhon Zotit borxh. Jep Zotit borxh, haja është një të kuptim. Jep Zotit. Kur të japë ty që nevojë. Zotit s'ka nevojë. Me dhon pa komat, pa interes. Njerëzit din me dhon me interes, të japi borxhun, tani nëse ai e lyp, thot ami ti mu 10.000 euro për shembull borxh, unë t'i kthej ty 11.000. Ose ti japi çdo muaj ka 1.000 plus borxhin, ta lej mas kaq viteve. Kjo është komat haram. Borxhi se çipet kthehet. Erdhe morë të unë tabull sheqer. Ose erdhat e ti morra një guardak çaj, në përkatone kena lyp kështu? Po tash për shkeme praktik, për shkeme gjëra praktike, të përditshme që kom jetu vetë, kom jetu këtë gjana vetë. Nuk ishëm shitorë në përkatone ne, ku shitorën gjys natës. Mësafirin që zotin 10 natës. Pastaj ti harran që nuk i çaj, harran kanë herë që s'ki sheqere. Dhe të më shku me lyp, te këqia. Dhe sheqert që janë këqit, pastaj këtu vjen rëndësia e këqis tash. Këtu vjen rëndësia e këqis. E cili është hak më i madh sa i vllau tan që ki atje në fund katunit. Ma hakin ndaj këqis që ki ngjit, se sa ndaj vllau tan që ki në fund katunit apo katunin tjetër. Tash e ke marrë një bardak një tabull sheqer. Ja ke marrë kur t'ja kthesh, ja kthej 2 tabla, jo harama. Ja kthen një tabull. Nuk e kthen më shumë. Ai bëshlia që ka marrë borxhin e ka farz me kthye. E ka obligim me kthy borxhin. Tamam? E ka haram me ik borxhit. Ka haram. Është barr. Mundet me lyp mja shty, mja fatizu. E tjerë. Mëse po tem vetës është tem e gjanë kjo. Pyetja konkret që nëse vdes, pala borxhin. Ka vdek me borxh. Ka barr të madhe. Sa që, përmend vetëm 2 raste. Pejgamberi alayhis salatu wassalam ka thënë, njeriu i cili vritet në luftë, shkon shahid dëshmor, i falen të gjitha me pikën e parë të gjakut, që i del
I falen të gjitha mëkatet besimtarit që ka tauhidin, e ka besimin e shëndosh, besimin në Zotin një, në Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, pejgamber i dërguar i Allahut. Beson xhenetin hak, xhehenamin hak, melaqet hak, qitapet hak, kadan dhe kaderin hak. I falen të gjitha gjunahet. Pas pak qasteve, tha illet dejn, për pas borqit. Nërë tha krejt, heshti, pas e tha për pas borqit dhe për sëriti. Dhe tha, Gjibrili, Meliku Gjibril, tash erdhe dhe me tha, thuje këtë. Pra, kallëzoj miletit o Muhammed, sallallahu aleyhi wasallam, kallëzoj miletit, se borqin nuk ta falë Zoti. Se borgjin edhe vepra jote më e madhe, që është me dha jetën, që ka ma shumë njëri me ba, nëse me dha jetën, kjo jetën e dha, i falen gjënati gjitha për pas borgjit. Për pas borgjit. Dhe, ka vdek në sahabi, ka pas borgjit, Dhe pas një kohë, ja ka la borqin e tina dikush. Që ka thonë ki bekuar? Tash, që tash ai masa kohë, o qëtësu në varë aty. Që tash o qëtësu në varë. O rahatu në varë, ma mirë me thonë. E që në kupton, ka pas zëvalaj, ka pas zëval varë, sot dek me borqë. Dhe rasti tretë këta për të rëgaj dhe për përfëndaj. A i bekuar, ka vetë për dikën, ta ka filan e bërsh, ja ka qitë në gjenazë për para. Ka thonë po, ka nësja falë gjenazë në, kja falë kush dënë. Borë që është emanet i madhë. Do të mu lutë o robi dhe mu përpjek një maksimum, mës me nëzanë deka pella borgjën. Te për më rëndësi. Po të zanit deka shë që po të desë, s'ke mundësi me lanë, shkryë një letër, emanet, testament le. Le testament. E vlad e mirët me la babës borqen. Ma dje nëse lajnë e vlad, apo nuk kanë me la shokt. Shokt. Që ka pas shok këtë dynja. Me la borqen njëriut. Për ndryshe e ka rënd në heret ati. Sa shtim në vetë për a ka shok, vërtet sot. Tani në pyetja tjetër. Kemi telefonat për nkadrojmë, selamu alaikum. Salam aleikum. Aleikum selam. Përshëndetje për doktorën edhe juve, edhe të gjithë teleshikues të PSV-s. E kam një pyetje për hoxhën, lidhur me xhamon, namazin e xhamos. Po. Kur hoxha është duke dhënë ligjëratën, edhe përmendet emri Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, na a do të merr salavat apo jo? Na përpara kemi ro, po tash po thonë se je namaz dhe nuk bën me thonë. Prandaj kërkoj përgjigje nga doktori, i nderuar shumë dhe respektuar. Faleminderit për telefonatin, përshëndesim, selam aleikum. Allah i truj, pyetje me vend, zotësh për bleft, jo nuk bën me ra salavat. Disa ulema kanë thonë bjen e heshtje. Bjen e heshtje. Ndërsa ata imam të cilët thojnë me za, dhe dërgani salavat për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Jo, mos e dërgani salavat, se këta i bjen me fol. A i li bjen salavat vetë. A i bjen salavat. Pse po thot bjeni salavat? Ha? Pse po thot për hoxhën në hudbe bjeni salavat? Thot bjen salavat, pra disa zëllathën o gjemat bjen e dhirë salavat. A i thot. Dhe këshumë ulema kjo gabim. Sepse përshtim në fol njerëzit. E tani, kur përbanët emni tina, ose jeti Koranur, ja ejuhalladhina amanu, inna Allahe wa meleket yusallun e lebija, alladhina amanu sallu aleyhi, wa sallimu teslima, o ju musliman, bëni salavat, pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, edhe selam, do gjithë hëtbe, e kënojnë këta, që atë po bërë salavat. Sepse Allah po të urdhëron me ra salavat.
ku t'ja nisi mami me fol, goj ki, goj nuk kiti. Ti, goj ki, goj s'ki. Tamam? Dhe lëvizjet je vetëm me fol nuk diskutohet, po dhe lëvizjet e trupit të dëmës dëshme. Tamam si me ka namaz. Për pas që se ki kusht me kam pe kibles, të dëmës dëshme, së më në shpenajt një kam, ulesh një form qëtër, pështetesh, kaq, edhe me dëgjuj imamin. E disa ulema kanë thonë, as në heshtja, as heq. Sepse Allah ka thonë, u edhe quril Kur'anën, fastemiu lehu wa ansitu, la'alekum turhamun. Kur lexohet Kur'an, ndëgjojini dhe vëzhgojini dhe heshtni, mos falni. Në komenti këtij ajeti kuranor, ulemat kanë thonë për qëllim 2 raste. Veç 2, s'ka treta. Kur i obligohet robit me ndëgju. I obligohet robit me ndëgju kur është imamin, kur jena namaz imamin të lexoj Kur'an. Imamin të lexoj Kur'an te namaz kemi ndëgju imamin. Dhe rasti i dytë kur është imamin në hutbe. Nuk ka rast tretë. Nëse mendon dikush që ka një rast të tretë, për shembull hënë në xhami, dhe hoxha të lexoj Kur'an me zapa me zinë atje, dhe na obligon neve, na detyron me ndëgju, gabim e ka. Nuk ka të drejtë ai mua më obligu me dëgju. Unë ndosha dëgjoj, ndosha kapi Kur'an lexoj vet, ndosha çona fal namaz nafile, ndosha lexoj Kur'anin heshtje ose dal jashtë. Pra në hutbe nuk ka me fol asgjë. Megjithatë ka ulemat të cilët kanë thënë Allah i pasqyruar, këto mesele edhe brana mëdhëbet Hanefi, lejohet në heshtje, paza, vetveten tënde, me mendje thu, Allahumma salli ala Muhammed, por jo me thonë me za. Hutbe, s'ka me fol kur gjë. Vazhdojmë tutje, kemi telefonat apo? Selamu alaikum. Selam aleikum. Aleikum selam. Apo më dëgjani? Po ju dëgjojmë, urdhoni me pyetjen. Deshta më ja bëhu gjës një pyetje. Urdhoni. Deshta më vetë hoxhën, është në rregull familjarët e gjangshtë, migjallarët ose dajt, nëse kanë shumë pasuni të madhe, edhe jetojnë luks, po një familjari që s'ka shtëpi si një mujnë hisë. Nashta ata nuk e kanë bërë, gjamo deshta me pyet sipas fesë është në rregull ajo. E qartë, faleminderit, ju përshëndesim, selamu alaikum. Aleikum selam. Ka mirë thënë ashta se kanë bërë, që ka fillimisht për çka quhet familje, për çka quhen akraba, për çka quhen farefes, sepse janë të një brumi, janë të një barku, sepse kanë obligime të ndjersjellta njëri ndaj tjetrit, sepse e ndjejnë me afër njëri tjetrin se sa të huajt, sepse gëzohen më shumë me gëzime njëri tjetrit, edhe mërziten më shumë me piklohen me mërzinë e njëri tjetrit se sa me të huajt. Dhe si rrjedhoj edhe nga ana materiale, sikur sa e morale, ka obligim robi më shumë ndaj të afërmit të vetë sa të huajve. Për atë me tek sadakaja, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka urdhëruar me fillu me familje, e pastaj me shku me zgjeru më gjatë me familje tane. Andaj nëse dikush e ka obligim sadakatul fitr, zakatin, sepse sadakatul fitr kanë obligim gati shumica, por e ka obligim zakatin, duhet kërkoj se parit e farefisive të ka të varfën. Po ashtu kur e shpërndan kurbanin, duhet kërkoj të fisive të ka të varfën. Edhe kështu më radhë, çdo obligim material që ka, mas pare fillon të farefisi vetë, e pastaj deltit të tjertë. Kështu që robi ka hak ndaj farefisit, dhe kjo është urdhër i Zotit, edhe është shpërblimi i madh dhe hajri i madh për dynja dhe për ahiret. Por thuash obligim ligjor, është kjo meselën vete.
e që në kupton, nëse ne këshëri jemi, ose jyti, nuk ka shpi, ti ke shpi dhe ke kushtet shumë mirë. Nëse s'ka me hongër e me pi, ti e gjëna qarë që nuk e pa ti me hongër e me pi, se je këshi tina dhe je këshëri tina. Por, nëse ka nevojat elementare, unë ligjërisht nuk e kam obligim me marrë shpinë atina. O dhe se kam obligim a zlata, me marrë shpinë. Vëllahu ka punu o bo milioner. Tjetëri ka fëm kafe, ose për Evropë për një shtetin një shtet, të nërruë shtetet, të bëtë qefna për Evropë atje, e të hargjit pare, mare prap, halal e haram, zote din, më rëndësi ka me të sakak. Ka me të sakak aj, atë një nane janë, një babe. Këtë që bë milioner, nuk e ka obligim ligjor, e marru shpinë atina. Ka obligim moral, jo ligjor. Obligim ligjor e ka nësaj është i gjytërëm, i gjimt, paralizuar, me aftësit kufizuara. I ka arë punës, s'ka buk me harë me pi, s'ka aftësi me punu. Rastet ekstreme. Sepse dhe me majtë atë e ki vlati, dhe të majtë lanë. Ndërsa vla është të shnosh. Nuk ka punu, apo që ka punu i ka hargju, nuk ka kursy. Këtë tjetër ka hongër buk e kepë, buk thatë, pa hongër, pa gjumë, ka punu, i ka dhanë Allahu. Obligim ligjor nuk e ka timi marru shpi, edhe vllaut. Obligim moral po, jo ligjor. Dallojnë këto. Sepse obligim ligjor është nëse nuk e kryen e gjëna qartë të Zotit. Dënohesh. Ndërsa obligim moral, ku shpërblesh të Zotit, por nuk dënohesh. Që mi përgjish njerëzve që thonë që ky hoxha ose filani falet për kalo vllavën e vet rrugëve. Po ç'ka është obligim moral, ta nga ana morale. Nga ana morale, hoxha nuk ka arsye me thonë ku lëm vllahun në rrugë ku lëm, ose jo hoxha po kush do të qoftë. Kudo që. Nga ana morale. Nga ana ligjore, të ke dia se po ne shpjegon, në zotni. A kam në bërë që majtë ata? Unë e kam bërë që majtë grunë tam. Des. E kam bërë që majtë fëmijët e mi, dhe sa të pjeken, të shkollohen dhe të janis me bëpënu. Thuaj se gati që sistemi perëndimor. Po them gati se ta për grunë, që nuk e kanë obligim majtë grunë ata. Po fëmijën e vet, deri 18 vjet më shumë thot dil puno. Nuk e ki obligim as fëmijën tënd me majti kur bëhet të jaftën punuaj. E se ki obligim me majtë. Ki obligim moral, prapa kthehom. Moralisht ki kushtet e mira dhe qysh njëri e që të fëmijën se ka. S'ponën, jep me hamur e pi. Por ligjor, me thanëm dhe në zoti mu, pse unë nuk jep idealit tem, nuk piblej tesha, ku ta dion ai 20-25, ose pse s'pja marri shpinë, ose jo t'i bënëm dhe në zoti, kur për këtë punë? Kur për jetë? Sepse nuk është obligim ligjor. Le të punon ai që shkum punone, ose që punin dynjaja, le të hanë me të venë. Babën tem që plako lësën punon, e s'ka tonë ata që kam obligim ligjor. Fëmijët e vegjël, i kam emanet e kam obligim ligjor. Shariatik. Pas se kam në vllahun e cili o rrit, është burr, mund punon, po s'do me punu. Ose dhe djali. Tamam, për lërë më këshëretit të tjertë. Gjithmonë të të dallu. Obligim ligjor, obligim moral. Obligim moral është i gjanë, përfshin karaktere, kulture, se nuk ka në rregull me thonë për shembull që të seke ti me ta vërtetu këtë, nuk është në rregull. Ti je milioner, ama milioner në kuptimin e plot fjalës, ato me 10 miliona është ke pare, ndërsa vllai jot jeton me qira dhe me zë që ja del mujt. Ai nuk hjek. Nuk hjek ai. Jo, nuk të hjek për buk. Me fjallorin tonë sotit, në rregull vllau se të më hanë me një kërë të 10-ave. Të 10-ave, të 90-ave, një kërë.
që 1 ditë të mjeshtrit, 2 ditë të shtëpia, 3 të mjeshtrit. Sa në gol dësh, zakonisht. A është në rregull, ndërsa ky tjetri ti ka 15 kjerë të shtëpia. Nëse thotë që obligim ligjor se kam sahi, në rregull. Po obligim moral, vllaki, i mirë i keq. Vllaki. Le të shihen vllat mirë është i ka dhënë Zoti ty. Se nuk e di dyans. Se vllaki, po. Kemi telefonat për ngadrojmë, selam aleikum. Aleikum salam wa rahmatullah. Urdhënani. A dëgjon? Po e dëgjojmë, vetëm vazhdoni me pyetjen ose pyetjet që keni parapati bënë në këtë emision. Unë kam 2 pyetje. Pyetja parë është çështja rreth ledi, nëse ngritja e duarve para dhe pas rukus është sunet. Dhe pyetja e dytë është çështja e thënies sadakallahu al-azim pas çdo recitimi të Kuranit, a është bidat? Faleminderit për telefonatën, ju përshëndesim. Allah të rujt. Unë në ngritjes së duarve që quhen tekbire në namaz, hadithet janë më shumë janë që ka ngrit pejgamberi duar sallallahu alaihi wasallam, se sa që nuk e ka ngritur duart. Pastaj ulemat e mëdhenj, sahabët kanë divergjenca mes vete. Për shembull Abdullah ibn Mes'udi, Allah e pas mëshiruar, thot: a dani të afale namazën se që ka falë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam? E Abdullah ibn Mes'udi ka qenë për sahabë më të mëdhej, më të dishëm. Edhe e falë namazën dhe nuk i ngri duart vetëm se në tekbirin fillestar. Dhe me këtë hadith e kanë marrë Hanefit. Edhe Malikit Imam Maliku, Allah e pas mëshiruar, thot: nuk e kemi takuar askënd për banorëve të Medinës, të cilët kanë trashëguar gjenera pas gjenerata për sahabët pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se kanë ngritur duart në namaz. Në që në kupton këto dhe argumentet e tjera se ngritja e duarve është e anuluar, kështu thonë këta, Malikit e Hanefit, është anuluar, ka qenë, por është anuluar, sikur se disa veprime tjera të cilët kanë qenë në namaz, por janë anuluar. Përballë tyre kemi Shafit dhe Hanbelit, të cilët i ngrisin duart para dhe pas rukus. E sa përket sadakallahu al-azim pas çdo leximit të Kuranit, të shumë ulema kjo bidat. Të shumë ulema është bidat. Por të tjerë nuk e shohin. Të shumë ulema kësaj puni thënë bidat. Ha? Jo se shefni. Unë e shoh se më mirë mos më thonë sadakallahu al-azim. Kam rezervë të shprehje bidat, por për mua është më udhës mos më thonë sadakallahu al-azim. Sepse sadakallahu al-azim i bie e aqëllaj Zoti. Zoti aqëllën gjithë. A di që e bje ke bje më mirë e ki. Kune për thë mirë e ki. Mirë e ki për më thonë mu, jë më njërë. Mirë e ki për më thonë ty, sepse kësa radhe ki mirë, sepse shumë herë për aqëllën për ki mirë, por nuk e ki gjithë mirë. Ka bojmë. Të lutë. Andaj me të vërtetu ty, thëmë mirë e ki. Po me vërtetu të tjerëve se te ki mirë, para tjerëve thëmë, mirë e ki, të mëni të tjerët. Apo ashtu është. Ashtu është. E Allahot, nuk e thuhet ashtu. Në anën tjetër, Allah ka thonë, kol sadakallah, thuje, Allah ka thonë hakën e ka folë të vërtetën. Po që ashtu është. Allah fletë të vërtetën gjithë. Pastaj, ta që marrë si argument gjithashtu thonë, e mirë, kush është ërnek moster medaljoni. Resulullah sallallahu alaihi wasallam me sahabët e tina. Ta këqyrëm hadithet, gjurmet, ulemaët e selefit, që kanë thonë lidhje me këtë çështje. A gjejmë dikon që pejgamberi alayhi salatu wassalam kur ka lexuar Kur'an ka thonë sadakallahu al-azim.
A gjejmë dikon që sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kur kanë lexuar Kur'an, kanë thënë ndonjëri prej tyre sadaqallahu al-azim. A gjejmë? Ata i kanë ardhur në mostërni. Kështu që mendoj që më mirë mos më thonë, por edhe më thonë përderisa kanë thonë ulemat para neve dhe ka për aty që thënë edhe sot inshallah punë e vogël, që nuk ja vlen më thellueshëm në të. Mendoj. Atëherë është koha për një pauzë të shkurtër dhe pastaj sigurisht për të rikthyer në studio dhe për të vazhduar tutje me pjesën e dytë të këtij emisioni. Qëndroni me ne. Përse të kërkoni kur mund ta gjeni, ju presin mbi 300 makina të reja dhe okazion prej markave më të njohura. Albini Auto në Rrym Lang, Zyri, është partneri juaj i parë për makinën që ju dëshironi. Na vizitoni dhe befasoni me ofertat tona ose vizitoni webpaqen ton autovizalbini.ch. Albini Auto, ne e kemi çelësin e makinës së ëndrave tuaja. Rikthehemi në studio për të vazhduar tutje me emisionin Ta njohim të vërtetën. Kemi telefonatën e radhës, inkuadrojmë. Selam aleikum. Aleikum selam. Deshta me apo hoqës në pyetje. Po, ordone me pyetjen. Bashkë sot e kom dëgju një hoq këtu edhe ka bisedu ka fol për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam në atë kohën ku gratë, do me thonë, për gratë në asaj kohe. Mu po më interesan për atë kohën ato gratë qysh janë në vesh edhe si kanë bisedu ato me burra, se bashkëm ka interesu tema. Edhe a u kon ajo do me thonë veç për atë kohë, e jo për këtë kohë tash që jena ana. Do me thonë a u kon do me thonë a i ligje veç në atë kohën do me thonë të Resulullahut, a do me thonë a është për këto la kotë. Si kanë qenë gratë mbuluara, si kanë qenë gratë, qysh kanë komunikuar krejt. Edhe pyetja e dytë është, lutem, a kena mi po na ata që na kanë bërë se hire në ditën e gjykimit, edhe një pyetje nëse më lejohet, nëse jo kur gjykojna. Edhe qëto që po votojnë këto, do me thonë këto me mbulesa, se shumica e rasteve tash të para votimeve më ka raste me mbulesa më kanë dhonë këse për mi votu këto që po dione, edhe a është e lejushme që një motër muslimane me dalën publik edhe me folë aty me burra, me gra, edhe me thonë votom një mu, unë e kom e bu këta, edhe në dyqysh stis nuk po ma akcepton truri edhe dishta me pyt hoqe. Selamun aleikum dhe rahmetullah. Të pyetja parë pra në kohën e pejgamberit alayhis salam. Është temë gjatë, pika shkurtër, Allah që përbleft. Që a ka qenë për atë kohë, ka qenë, kisha parasit kështu mundësisht, apo të kisha preferu librin Koment e surës Nur. Koment e surës Nur. Tafsiri e surës Nur. E që në kam vërtuar të edhe rregullat familjare. Nuk ka surën Kur'an që përmbledh më shumë rregullat familjare, edukatën familjare, shtëpiake, se sa surët Nur. Po ashtu në surët Al-Ahzab, të njëjtin gjë, të dy janë shumë me rëndësi, ku Allah i madhruar e cek edhe këtë çështje. Për gratë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kur të drejtohen atyne, drejtohen min warai hijab me perde. Dhe sahabët, pas të ajeti kanë shkuar, afër dhumat atë kanë qenë, shtëpiat kanë qenë pe baltë, prej, nuk ka pengu zonën atë me fol, dhe kanë vetë diçka. Për shembull, çka ka thonë pejgamberi në këtë mesele, ose din do një hadith këtë mesele. Pun dinit. Tamam. Kjo është, tash kur thamë votra ka qenë për qatë kohë jo, ma kujtej mu që tamë, ka mundësi ka për qëllim këte. Kjo për gratë pejgamberit. Mirë. Në përgjithësi, këtë se këshill këtë që të dy libra, i ndihmoj shumë. Edhe për një hori tjera. Në përgjithësi, gratë janë veshur me të zeza, të mbuluara,
të ruajtura, të mbrojtura shumë nga përzira me mashkuj. Veçanti pas britjes së ajetit e hijabit, urdhës për mbulesë, por të komunikimi, gratë e sahabëve kanë shit e kanë blen treg. Gratë e sahabëve, një pjesë e tyne, kanë marrë pjesën për luftra. Gratë e sahabëve, kur janë të bu musliman që janë mbledhur për të diskutuar diçka në xhamin e pejgamberit, alayhi salatu wassalam. Dhe xhamia e pejgamberit, këtë kam cekun libër në rruga ndryquar, për pas roleve tjera që i ka kry, funksioneve, të fillu namazin e tjerë, ka qenë edhe, unë kam qojtë të parlament me fjallorën e sotit. Sepse këta ko dojnë me marrë vendimet, me dha për eshta që bojnë lidhen në një vend që quhet kuvend, parlament, këtë adjune. A nëse shpreja kuvend është shprejë i mirë, edhe fetaresh kuvend është e mirë. Kuvend është fjallë vjetër, fjallë urtë, edhe para se në pas parlamente. është kuvend, është do me vlis që më lidhe njerëzit, për me bisedu, për është në lej, të bimis në periode, o da me vogël, kuvend është me i madhë. Sham lidhen burat duka gjini një kuvend, boj një kuvend. Më lidhen burat e në maravës, lidhen pleshte e lapet e të gallakut, një kuvend, një meshlis, kuvend. E rëndësishme, pa marrësisht termeve, xhamia pra ka qenë lloj kuvendi. Dhe nëse ndonjë grua ka pas ndonjë mospajtim me vendime që kanë marrë burrat apo që kanë propozuar burrat para tyne, gratë për mrapa, ato kanë reagu, si fjala vjen kohën e Omerit radiallahu anhu. Në kohën e Omerit, kur Omeri deshti, mja përkufizue burrave, prenderve të vajzave, mja përkufizue të drejtën e tyre për me lypë meher për bjetë e tyne. Mas me lypë ma shumë se sa 400 dirhem. Me vënu një tavan. Edhe që një gru tha jam mirë në muminin. Pse të pe do me ndalu diçka që ka liju Allah dhe përmene jetë koranor. Dhe mirë nuk e tha pse po flet i gruti. Por e përgëzaj, tha te ke mirë. Unë e kam keqë. Tja qëllove, unë e ka bova. Tash, në luftra, në treg, e tjerë, nuk, qysh komunikon me njerës, pa fol? Qysh komunikon me njerës, pa fol? Qysh shet e blen, pa fol? Qysh mërë pjesë në luft, pa fol? Andaj në disa gjona, me plot respekt, disa gjona nga njerë se kur që i shtërngujmë pak ma shumë se sa që dohet. Apo sa që ka qenë ma tje. Kje njëra nonën tjetër. Në këtë zaman që jem të jetu. Ndalëm për zamanit për kohës së sahabëve, atë shumë sa distanca e viteve, e shekujve. Anë pëse ata musliman, ata besim Kur'an, ata besim hadith, kanë besuar hadithin, e besim hadithin, kështu me radhë. Por distanca jonë dhe dallimi jonë dhe i tyne është zëtë saktë në qiell. Andaj, fatfat, jo të gjitha, do të ndryshojnë disa si në basë rëthanave dhe kushteve, situatës. Motrave tona ne do të më eduku, dhe të më eduku ato edhe vetë, po një bjetët tone, ta një motrave tone, që të rritë me qenë të vedishme, të në pas kujdes bisedën me gjenin tjetër.
Këtë gjëra edhe në për familjet tona. Tani, ti ki gru, ki motër, ki dhonër, ki miq. Miqtë tu, dhonërët për motrën tonë, për gruan tonë është i huaji. Është i huaji. Miqtë tu, për motrën tonë të huajt. Janë të huajt, nuk kanë asgjë për bashkët nga ona e gjakut e farefis, nuk janë më haram në kuptimin tonë terminologjik. Andaj me plot respekt dhe kulturë. A i ka hije tash gruas. Me shkua që me shtrem mahabetin me dhonër të burrit, gojen më bë halal beshëm me shët popull, e ka hija, kulturë është aja. Nuk e ka hije. Ose me këshërit burrit. Nuk e ka hije. Po të njëjtën gjë me bloku gruan krejt apo motrën krejt, me s'ke më dalë kërkuj mi fol, ku jetoj tu ti? Ku jetoj tu o zotni? Cëllën kohë dhe cëllën vend. A deri në këtë drejgjet kërkon shariati prej teje me i shtrëngu gjërata? A je sigurt apo po ngutesh? Nuk të kërkon deri në drejgje. Sepse këthot e gratë e sahabëve, thashit se kanë shit, kanë blej, kanë shku, kanë mjekut smutit e në shku në lufte, zbanë këtu veprime pa komunikim. Por komunikim e përkufizuar se mbas nevojës. E që kështu kanë qenë nanat tonë, pleshtet tonë, të partet tonë, përindët tonë. Kër kanë armi qasia, nana jo të jamja dhe gjyshet e të tjerat, ju kanë folë mësafirve, ju përdore. Po në distancë, se një një mirë, familje këtë edhe shku ma, kërë me selja, me granim në ka punë. S'ka punë me dhanëri, e miku i shpis me granim, o zëtni. Ka punë me burra. Burrat rrinë me burra, gratë rrinë me gra. Kështu ka qenë, dhe kjo është tamam përputhje shariatike. Pra ta kanë qenë odat, burra në shkuna për oda, e granime, nëse kanë shkuna për oda, kanë shkuë, mi ushtru bukën, edhe mi përshëndet, mi fol mikut, se dhanërit, edhe e ndalë. Ka qenë qështu? E ku është e keqe këtu? Po e marrëm telefonat, pastaj përgjigjemi edhe dy pyetjeve të tjera. Asalamu aleikum, përshëndetje. Aleikum selam. Urdhëni. Kam dy pyetje për Hoxhën. Po. Nëse më lejohet. Pyetja por është, Hoxhë, unë folgi 5 vakt namaz, edhe e kam një pyetje për ty, të më thonë, unë folna me tekbire, edhe çka thu ti, a do të më folg me tekbire, apo ju? Unë po du me ditë për shembull ti çysh falesh? Ç'e preferon? Pyetja tjetër? Pyetja e dytë, në shkollën tam, për çam ku mësojnë, nxënësit e klasës dhe shkollës përdorin vepa cigare çështu, pinë. A dinë pinë përgjithësi, pinë shumë. Edhe tash nuk po munduna më gargu pej tyne, s'po mëj me nejt nga tyne, po s'po mëj. Ata po rinë nga të mje, po më gjusin, hajde pi me nive, po s'po pranaj. E qysh me vepru Hoxhë? Do të merrni pas pak përgjigjet natën e mirë, selam aleikum. E trujt, ja Rabbi, e trujt për sherri, çdo sherri. Po, i përgjigjemi asaj motrës që tha, Po. a kena me pa ata që na bojnë sehire. A kena me pa? Ata që na kanë bërë sehire në Po patjetër. botën tjetër. Pa qyshej motër. Çdo njeri i cili të ka bo pa drejt, të ka bo zullum, dhe është më shef, a i më shef pej teje, jo pej Zotit. A është më shef veç pej teje, ama jo dhe për Allahut. Sepse për Allahut nuk mund fshifet askush.
Por Allah nuk ngutet. E ditën e kiametit, ti e lyp. O Zoti jam, kush ma bani mua, qatë pa drejt qatë zëllom. Ti e Zoti gjithësisë. Po robi jam të ka bo filani. Edhe sillat robjet. Që këtë ka bo? Qa të bana në ty, qka të bana në ty. Që ti më pas ke ban atë zezë dhe më nëzive jetën më për 10 vjetë e 15 ku të dirë. Ndave me gruë, më prishë me nanë, më prishë ku të diju në problemet. Qka të bana në ty? Qa të bana? Dhe i mundohet më justifikuan dhe i këndej, falmas ka të falë. Dash ja falë, dash nuk ja falë. Dash ja falë, dash ja falë. është çështje e jote, jam mbështetur me Zotin ton. Te bareke ve teala. Për ata ne si musliman, shumë sene. Më mirë mos me i ditë këtë dynja. Për shembull vjen dikush të vjedh. Rastet ralla janë që atër kur vjedhin të huajt, shumicën e rasteve të vjedhin tot. Ma mirë mos me ditë këtë dynja. Mëse më në me zbulu. Mërë masa, shtesë, por mëse më në me zbulu, sepse mos ki dert ki me zbulu. Kur dalim para Zotit. Pjesë e sajnë është të sehiret, një të gjamë. Po ashtu pyetje edhe për çështjen e politikës, për fushatat zgjedhore ka Ka përfunduar ajo Allah s'kem se në. Po s'kem zgjedh. Po ty. Ky fëmia pyetet që i fali pesë namaz, por falim thot me tekbire, po duhet qëndrimin e hoxhës. Unë nëse fola pak më herët. Po, nëse ka dëgjuar pjesën. Dhe nëse këto mendimin tam personal në fala pa tekbire. Ai që më sheh mua, më bëren se fala pa tekbire. E përpunë që më sjellën klasë, në shkollë me shok, Allahut një moftë të rujt, e ke kujdes, sepse shumica shoqërisë sot janë rruna Zot, nuk janë rrugë Zotit. E keqja më ngjitet shpejt, e keqja mundet më ngjitë shpejt, më hie ka zarë, më ngjitet shpejt. Allah e të rujt. Kemi telefonat? Po, alo. Selamu alaikum. Aleikum selam. Kam 2 pyetje për hoxhën. Ordone. Nëse vazhdimisht e shohim në ëndër një dietar. E di që se komenton hoxha ëndrat, mirë po është diçka që është e vazhdueshme, shpesh herë. A ka diçka në domethënie? Dhe dyta, kur thuhet se burrat në xhenet takohen me Allahun, thirren për ditë xumaje, a do thotë kjo që gratë nuk shkojnë dhe nuk e shohin Allahun? Kjo është si brengë, si shqetësim, më bani halal. Natën e mirë, selam aleikum. Ëndër e vazhdueshme me pa dietarët. Është e mirë. Është e mirë që nuk diskutohet. Është alamet i bereqetit, i rrezikut. Është e mirë. Është e mirë pa njerëz të mirë ëndër. Njerëz të dijes është alamet i mirë. E për punën e xhenetit, shikimin e Allahut të madhruar, atë të shohë të gjithë xhenetlit. Burra dhe gra. Allahu të gjithëve amënësën me pa fytyrën e lartë madhërisë të ti të bareke o ta'ala. Çdo xhenetli ka me pa Allahun. Wujuhun yawma'idhin nadira ila rabbiha nadira. Fytyrat atë do të jenë të ndriçuara kur ta shohin shkëlqejnë dritë nuri kur ta shohin Zotin e tyre. Po dhe hadith pejgamberit vërtetën Buhari në Muslimet e tjerë, ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam satarawna rabbakum kama tarawna al-qamara laylat al-badri, keni me pa Allahun e madhruar, Zotin e juaj, siç po e shehni
hënën, hanën, në 15 pa pas nevoj me hip koder, me hip kolum, me dal në barë e me këqyr hanën. Po pe venet në kujet. Keni me pa. Se të rona rabbekom. Keni me pa zotin tuaj, të bareke o ta'ala. Këto që këto dhe në tjoj motër janë për këtë gjenet litë. Për këtë gjenet litë janë. Allah i madhruar i privilegjan dhe nuk i dallan edhe ata të dy gjenit për Zotin janë njëjtë i motë. Për ata nga ana e takvallokut dhe vetëqmerisë, edhe kjo është parim fundament. Në takvallok, në vetëqmeri, ka dikun fetë Zotit që shkruan se burrat kanë përparësi? Ka dikun? Ka dikun se burrat do të mi dhanë përparësi shkak takvallokut dhe vetëqmerisë? S'ka. E tani nëse pyet po mirë pse nxidh burrat pejgamber, janë faktor tjerë. Janë faktor tjerë. Faktor tjerë janë. Pësë po thu, pëse burrat me shku në luftë e gratë? Ja. Sepse që është kryuaj. Që për pas elementeve tjera ka dhe forcen, fuqin, durimin. Këte e kanë burrat. Mashkujt e kanë. Kjo ngarkes për ta. Ata mund të marrë si privilegj, po është ngarkes. Po dhe të marrë privilegj edhe gratë që Zotit se ka obligu për ka hanë njërën e të shpijat e juve. Këta kanë me shkuve. Këta kanë me dha dorën, kanë me dha synin, kanë me dha në kamën, kanë me dha në dhijetën. Jo. Tashme në me të hatër ne me thonë se Zotit ka privilegju grata, e neve në ka shtypa, hasha, s'në ka hijenima është me thonë muslimanit. Pra, nuk në ka thonë, këty në përparësi, apo këty në përparësi, shkak që ka të bëjmë takvallok me dëveçmeri. Jo. E gjenet me qka hyjet? Me dëveçmeri, me takvallok. Gjenet nuk hyjet me gjini, sigur se nuk hyjet gjenet me racë, e me ngjyrë. Nuk hyjet në gjenet me autoritet e me famë. Nuk hyjet në gjenet pse në kitë kohë jenë atë kohë. Pse në kohën e gorit, e kohën e drurit, e kohën e teknologjisë, e kohën nuk hyjet në gjenet. Gjenet hyjet vetëm me një element. Takvalloko. Kaq. Krejt, faktorët e tjerë binë për toke. Sepse Allahu kështu ka vlerësuar rrobat e tij. Dhe ai vetë ka thënë in akramakum indallah atqakum. O dëni me ditë cilë është më ngriturit e Allahu që e që më i devaqmi. Burra dhe gra. Andaj të mira që shejojnë gjenet litë, burra të shejnë edhe gratë. Të gjithë janë privilegjuar aty, krejtën privilegjuar. Anë nëse të pas të privilegja është edhe si mbas punës që kanë bon këtë dynjan, as mujna me arrit e pejgamber të Zotit, po dhe grasë me shku nivel të Hatijës, e nivel të Ajshës, e nivel të Haxherës, se cilës kër i tha burrive të oj, zoj, oj fisnike, Allahu po më thot me prej e vladin e bo korban. La ilaha illallah, imagina që farë sprove. Dhe para kësajna, para korbanit, e la grun midër shkretëtire të Zotit, pa uj, pa bok, pa insan, pa hajvan, pa kur gjithë Zotit. Dismik. Meni kroshje, pak hurme, pak qa mujtë Milano është qemë. Edhe kje ngajti për mas, o Ibrahim ku përshkan? Tharë këto. O Ibrahim ku pëmlen? Ku pëmlen mërmu me sabi ku pëmlen. Nuk po folaj, Allahu e din më së miri, por nuk e ka leht Ibrahimi me lanë e vlade që ja fali, Allahu mas 82 viteve thuhet Ismailin. E thuhet edhe 90.
Nuk e ka lehtë. Mirë kë burre përballoj. Të kthejmë të gruaja. Kur i tha për herë të tretë, "O Ibrahim, ai ecke. Ecke, më largu sa më shpejt." Kjo pejgamber mëso Ibrahim ku po m'len mu këto. Ai dhe i tha, "Allahu amaraka bi hadha." I ran mend kësajna tha, "A mos ka ardhur numër Zoti më lan këto pse s'po më kallzon?" Tha, "Po." O kthi tha, "Po. Allahu më ka ardhur." Tha, "Ec." Idhen dije se Zoti nuk ka më na hup. E hupi Zoti Haxherën? E hupi Ismailin? La ilaha illallah. Por çfarë qëndrimi sajna? Çfarë qëndrimi sajna? Tash mujnë nanat tone, gratet tone me arrit të Haxherja? Po me gjithate, ato janë të gjitha i shijojnë të mirat e Zotit, shkallë. Për ata xhenetë shkallë. Ama në xhenet nuk ka diçka të ndaluar. E kënaqësia më e madhe është ke xhenetlive kur ta shohin xhenetlit Allahun e madhëruar. Te bareke ve teala. Allahun na mësoft ya Rabbi. Hoxha, faleminderit që ishe pjesë e emisionit edhe sonte. Të nderuar miq, këtu e përmbyllemi këtë emision, ta njohim të vërtetën. Por mëgjithësisht e ndeshni në rrjetet sociale Doktor Shefqet Kasniqi, po ashtu përmes aplikacionit Doktor Shefqet Kasniqi. Ju takojmë në javën tjetër.